Përherë ne kur flasim për lustrimin, përherë duhet ta kemi parasysh se ky proces ka dy anë të medaljes tu kemi. Në njërën anë e kemi bashkëpunëtorin, keqbërësin, që i ka shkel të drejtat e njeriut, dhe në anën tjetër e kemi viktimat. Ne këtu po flasim sot vetëm për bashkëpunëtorët e shërbimit sekret, ndërsa nuk flasim për viktimat. Them se në Republikën e Maqedonisë, kolegu Orhan Ibrahimi bile më përmisoi, tha se ka rreth 24.000, të dhënat e mia janë se janë mbi 20.000. Unë mendoj se procesi i lustrimit nuk është proces i dhimbsh. Përkundrazi, ky proces duhet ndodhë, sepse do ta shërojë shoqërinë në këtë shtet. Po e kundërta është e dhimbshme, tejet e dhimbshme, për shkak se nuk ndodh lustrimi, sepse kemi funksionarë të lartë në qeveri, cilët kapen duke vjedhë rasti i Telekomit, edhe institucionet ndërkombëtare kanë verifikuar këtë fakt, ai qëndron aty. Është e dhimbshme kur një zyrtar i lartë, ministër, kapet lokal të natës me drogë, ai vazhdon të ushtrojë detyrën. Është e dhimbshme kur një deputet hek revolën vend votim, sulmon votues, ai është ministër, kjo është e dhimbshme. Është e dhimbshme koordinatori i BDI-s qëndroje si deputet. Revizioni shtetënor konstaton se me qindra mijë euro ka vjedhur, e ai shpërblehet me postin deputet. Është e dhimbshme një bashkëpunëtor, një udhbash, t'i gjinden 13 flete, dëshmi dhe fakte, në çdo flet pranon bashkëpunimin me sigurimin shtetënor, dhe ai të vjenet na shese moral, patriotizëm, drejtësi, dhe të na propozoj rehabilitim dhe të çdëmtim të ishtë përndjekur dhe të burgosëve politikë. Nuk mund me ndodhë lustrimi, nuk mund me ndodhë shërimi, nuk mund me ndodhë çdëmtimi dhe rehabilitimi i ishtë përndjekurve politikë prej kësaj suite, sepse këta në të kaluarën kanë qenë përndjekësit, bashkëpunëtorit, këta edhe tani janë djekësit, bashkëpunëtorit të popullit tim. Janë 24.000 shqiptarët përndjekur, pikrisht nga kjo suite, nga kjo tajf e të nënshtruarve, të bashkëpunëtorëve, të bashkëve, dhe nuk mund ndodh proces i vërtet i shërimit shoqërisë, derisa ky koncept shtetëror vazhdon mbështes këtë element shumë i keq, element që i shërben vetëm poshtërsisë dhe anti-shqiptarizmit. Ky është problemi krucial, më i rëndësishëm i këtij procesi. Unë dakordohem se të gjithë ju këtu po flitni se duhet ndodhe procesi i vërtet i lustrimit, po në rast se nuk hihet në esencë, thuhen gjërat ashtu siç janë, nuk mund ndodhë ky proces, nuk mund ndodhë.